kemi një çështje të fundit që do ndalemi me Karanxhën dhe me Rexhepin për diskutuar. Bëhet fjalë për arrestimin e ish përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian. Federica Mogherini u ndalua një ditë më parë, rrodha për rreth 7 apo 8 orë, ndoshta edhe më shumë, shpjegimet e saj, pasi akuzohet për një tender 3.2 milion euro. Ajo sigurisht pretendoi që është dhënë në mënyrë korrekte, u lirua, u kthye dhe pasaporta, po qëndroi disa orë. Është një, le të themi, një diplomate e cila ka ardhur shpesh në Shqipëri vitet e fundit, kur ishte ngarkuar me detyrë, sidomos edhe në raport me, le të themi, në atë kohë kur do duhet krijojë reforma në drejtësi në Shqipëri. Përse i lidhën këto të dyja, do ta shpjegoj më pak më tutje. Ndërkohë kemi pasur edhe një deklaratë sot kongresmenit amerikan, Keith Self, i cili ka thënë që Shtetet e Bashkuara kanë mbështetur prej kohësh projektet për të ndërtuar një sistem drejtësie të pavarur dhe të besueshëm në Shqipëri. Megjithatë, pas 10 vitesh implementim, është arsyeshme të rishqyrtohet nëse reforma në drejtësi po funksionon siç ishte parashikuar dhe po ofron drejtësi të pashme për popullin shqiptar. Duhet të jetë shqetësuese për të gjithë fakti që numri i çështjeve të prapambetura në nivel kombëtar është rritur nga rreth 16.000 çështje në fillim të reformës në rreth 200.000 sot, duke i lënë qytetarët të presin 8 deri në 15 vjet për të marrë një vendim përfundimtar. Vonesat e tilla minojnë sundimin e ligjit, besimin publik dhe procesin e rregullt ligjor. Këtë thot kongresmeni amerikan. Ndërkohë, Federica Mogherini ka qenë një nga ato diplomatët e Bashkimit Evropian e cila e ka shtyrë fuqishëm këtë proces shkatrimtar. Ta nismë ju, Rexhepi? Meqense se me Karanxhën kam diskutuar, ndërkohë që unë bëj një bisedë të shkurtër, ju ndërtoni edhe konceptin. Përse thoni shkatrimtar? Tani, ndalimi një diplomat, tani s'pyetjen kështu, ndalimi një diplomate e tuaj e cila ka ardhur në Shqipëri, akuzohet për atje tash të lindë dhe ty dyshime që edhe këtu në Shqipëri mund të jetë korruptuar, ta them troshun pyetjen. U çan mediat. Flitet që ka përgjigjime për kryetarin e shtetit, Syri TV dhe mund të them, domethënë që ka interceptime për komunikime me përfaqësuesit e Europës për pagesa. Tani që t'jemi ndershëm, unë nuk është se jam simpatizant i Ramës, po te pjesa ndërkombëtare e pëlqej për i vërtetës tash. Dua ta them këtë. Në mënyrë se reagon pak to underground, sjelljen e tij si barabart, diku shakaxhi, diku pak trim, e ka fituar simpatinë ndoshta edhe më gjerë se unë. Kjo është pjesë tjetër. Ndërsa reforma është normale, e para një shkatrimi ka të bëjë pikërisht me atëherë kam një informacion shumë të sigurt. Mbi 80% të ikurve janë nga Veriu. Nuk e quajnë persekutim krajinor të punonjësve të drejtësisë. Nuk e kam shumë të sigurt. Mund të heton. Kjo është e tmerrshme, domethënë. Të futesh për çarje krajinore, ne kemi vëllezër miq nga Veriu, miq nga jugu janë vetë nga Shqipëria mesme ku jetojnë. Kjo është tamam me frikë. Madje një miku im që erdhi nga Amerika donte të mos rinte kot se kjo është për të qarë, jo për të qeshur. Në një linjë autobusës, tha i ketë gjithë mallakastër, gjirgastitësh, e kam shumë njëri tavë. E të mërshme. Të arrin këto lokalizime të këto krajinarizme. Tash reforma në drejtësi, mbase pak e vonuar, sepse nga informacionet që kam dhe them që kam goxha aq sa më duhet, Trumpi ka shumë probleme me përplasjet e veta, atje me rezistencët që kanë ishët e ndoshta edhe ndonjë gabim të vetin, se nuk ikën kollaj, domethënë, grama, si puna e gramës, domethënë, më thëshu janë mbi këta, hidhi atësit çat tuash. Reforma duke qenë reforme Sorosit dhe ai duke shpallur organizatë terroriste Sorosin, ky reagim është i pritshëm, domethënë, për republikanët e Amerikës. Puna ishte që ishte e vonuar. Nëse kthehemi tek Shqipëria, për i të vërtetës, pritshmëria për reformën ka qenë shumë e lartë. Por jam shumë dakord që kanë ikur shumë persona që e meritojnë, që të që mos ta nxjin fare. Kanë ikur, janë pastruar njerëz që mbase nuk e meritojnë as tyrin ke dera gjykatës, më jo gjykonin ose ke dera prokurorit. Pra, mund të kenë ikur njerëz që vërtet e kanë merituar. Në gjykimin tim, për mua nuk duhet ishte kriter vetëm pasuria, domethënë duhet ishte kriter kryesor profesionalizmi. Pra, le t'i kapeshin 2-3 vendime, le themi haptas, ndesh me ligjin, me një grup elitar juristës që ta gjykonte, dhe kjo për mua do përbënte më shumë sens. Se sa 20 metra dyqan më shumë, 20 metra, domethënë se
nuk kemi pasur të gjithë fatura. Faturat vonë kanë dalë. Kështu që mirë po si duket këta e panë rrugën më të thjeshtë. Edhe më të kollajshme për t'i larguar. Pastaj, pse është shkatrim, për mendimin tim, ka pas emrime nepotike. Për shembull, prapë kthehem rasti asaj zonjës që e komentoj me drejt Karandxa, rasti kryetares apelit, ideja është kunatës Belindës, domethënë, edhe kam përshtypjen se konkurruesi ka humbur vetëm për një votë. Dhe për mendimin tim është personalitet në fushën e drejtësisë. Kështu që në këtë kuadër, tamam shkatrime që janë 600.000. Patë mungesë gjyqtarës, po ka zgjidhje me avokatin punë atje. Punë me kontratë provizore 2 vjet, çka ka gjyqtar, çka ka më por? Që mos I vonohen njerëzve gjërat. Me kontratë me shumë përgjegjësi për zgjidhje çështjet. Një avokat tjetër profesionist merret. Një ekspert tjetër profesionist merret. Pse më mbaruan njerëzit e Shqipërisë tani? Edhe kur zgjidhen nën kryetar sepse s'plotësojnë kushtet për kryetare, sorollati e xhirime çan këtu. Burokracia të provon. Ose tjetra, një gjyqtar le të ketë 10 ndihmësa, profesionista të mirë, të shkruajnë atje ke vendimi. Emër mbi emër dhe të jenë përgjegjës. Mbaj përgjegjësi po. Edhe ja kaq, se na e bën shkencë e madhe, sikur jam Arkimedi unë të zgjidh levën që të lëviz botën. Se janë shumë thjeshta gjërat po të ketë vullnet ndërro. Ti vonojmë tani që të pagojmë ca tarifa për shpjetim, pastaj ca tarifa për fitore, pastaj të çojmë ca zero, kështu se s'du t'ja akuzoj. Prandaj të thash, siç e thash, e meritoni një pjesë e mirë, siç e ngriti kështu kurbën e besueshmërisë, kështu ka rënë. Ju e pat me financoni njerëzit një person që brazës le them. Ne e qartë. Çfarë është kjo? Kjo është revolt. Ai zotëria mori një kost të pamerituar, e ngushëlloi edhe një herë. Ishte fryt tullumbaci vend tjetër, plasi aty, kupton? Kaq I plasi aty në dorë. Okej. Dhe ku më jetë. Faleminderit Rexhepi. Karandxa, tani mi lexo të dyja, ndalimi Frederica Mogherinit ngre pikë pyetje që mund të ketë diçka që nuk ka me reformën në drejtësi në Shqipëri, e diskutojmë. Deklaratën e kongresmenit amerikan si lidh të krahasuara në raport me reformën e drejtësisë. Deklarata e kongresmenit amerikan është një alarm, është një këmban alarmi për sistemin e drejtësisë Shqipëri. Është I vetmi ndërkombëtar ose mik aleat që ka thënë të vërtetën, sepse mik është ai që thotë të vërtetën. Jo ai që thotë je mirë, situata po ecën mirë. Dhe mu kjo gjë më rezulton te raportet e BE-s të cilët janë njerëzit e Mogherinit, njerëzit afër Mogherinit. Po ti vesh re, raportet e Bashkimit Evropian për Shqipërinë janë krejt tjetër nga deklarata që tha kongresmeni Self. Dhe them raporti I BE-s është mashtrim për sistemin e drejtësisë. E vërtet. Është mashtrim nga fillimi I fundit. Dhe pse është mashtrim? Pse është bërë? Nuk është bërë për popullin shqiptar, jo, e kanë hallin e vet. Kanë hall që të justifikojnë parat e hedhura kot në territorin e Republikës Shqipërisë. Pra kanë investuar për shkatrimin e sistemit të tretë në një demokraci që është sistemi gjyqësor. Duhet dëgjuar me vëmendje kongresmeni I cili ngriti alarmin. E parë herë, reforma në drejtësi është devijuar nga qëllimi kryesor. Qëllimi kryesor për cilët kemi diskutuar dhe herë tjetër është që qytetarëve shqiptar t'i ofrojë një drejtësi efektive në një kohë të shkurtër. Në një kohë sa më të shkurtër, sepse ishte e shkurtër, ishin shumë 16.000 dosje. Ti sot ke arrit 200.000, pra është mashtrim. Ky është një mashtrim. Në raport me ecjen e punën e SPAK-ut dhe po ta veshre, pse po ikën vëmendja te SPAK-u, që po punohet reforma bërë, ndërkohë anashkalohet qytetari. Anashkalohet qytetari që nuk paralizon të drejtën e tij. Shumë njerëz, duke përfshirë dhe ekspertin që është tu, nuk paralizon të drejtën e vet kanë vite. Po shkon sepse një person e merr gjyqin kohë, në vend bëj punë tjetër, shkon gjyq, rri aty në gjyq, pa vazhdo të rri mas derës së gjykatave. Pra është shkatruar sistemi I drejtësisë dhe deklarata e Selfit duhet marrë me shumë vëmendje. Madje kjo deklaratë përbën shkak për fillimin e procedimit penal nga SPAK-u, ku kanë shkuar parat e taksapaguesve amerikan dhe evropian. Sepse nuk është bërë asnjë lloj investimi. Nuk është bërë asnjë godinë e re, nuk kemi asnjë logjistikë të re. Përkundazi janë bërë seminare, takime me njerëz që mos më interesojnë fare. Populli shqiptar do drejtësi. Dhe pse e mbron grupi Mogherinit? Sepse po e them grup, se këto janë
grupi Mogherinit, po e mbron këtë punë për të justifikuar paratë e veta. Dhe policia belge dhe prokuroria belge duhet të hetojnë. Shembull për të marrë. Është shembull për të marrë dhe duhet hetohen fondet dhe edhe ai si e kishte forumi ishte që kishin bërë dhe një këtu në Shqipëri. Në Shqipëri, për raport me Akademinë edhe Akademie e Diplomatëve. Duhet të verifikohet sepse është denoncuar edhe këtu në Shqipëri janë denoncuar skema të tilla. Njerëz pa bo asgjë me rrogat majme nga 20.000 euro, 30.000 euro në muj duke mos bo asgjë. Neve Shqipëria sot ka pasur dhe ka nevojë për institucione të reja, për godina të reja funksionale, sepse edhe godina ka të bëjë me afatin e gjyqit, sepse shkon e bën shpejt me infrastrukturë, me ndihmësa, kurse këtu çfarë është pa? Këtu çdo gjë mbulohet me raporte fiktive. Dhe thënet para se ishte thënë shumë e guxim që ishte para një komisioni, në Shqipëri tha, është shkatruar tha dhe vjen keq tha ka ardhur koha që ta. Është i shqyrë që foli njëri. Është i njëjti, është një person i ndërgjegjshëm dhe një mik i Shqipërisë. Se e theksoi. Ky kongresmeni është nga krahu i Trump se nuk e di. Se di as. Nuk është punë Trumpi, ai foli realitetin. Mendoj që do jetë nga krahu Trump. Mendoj do jetë republikan. Do të jetë sepse këta të tjerët ndoshta ta komunistët shumë kanë vetëm lustra. E kuptoj, lustra do bëjnë, duhet plagën me buzë të kuqe dhe miropafshim. Raporti është i saktë, kemi folë, janë 150.000, janë 200.000 dosje sot, se dosjet Savine republikan është. Është republikan. Po. Dhe kjo është një këmban alarmi për sistemin e drejtësisë. Qytetarët shqiptarë sot nuk kanë mo sistem drejtësie. Nuk paralizojnë do drejtat e tyre. Kush është zgjidhja? Personat që u morën duhen analizu e parë herë se këtu mund të kemi dhe me vjedhje. Me vjedhje. Sepse Mogherini apo akuzohet për shpërdorim fondesh dhe vjedhje në VE? 3.2 milion ishte. Bravo. Atëherë, një hajduti, a mund t'i besojmë ne? Pyetja më e trash. Jo, se hajduti dhe personi që dyshohet mund të shef provat se ka tjetër. Prandaj duhet të hetohen mirë çfarë ka ndodhur në Shqipëri, sepse në Shqipëri është lënë sistemi gjyqësor, është nxjerrë jashtë loje me qëllim që qytetarët shqiptar mos kenë mos sistem drejtësie që të realizojnë drejtat e veta. Dhe unë them që kjo është e qëllimshme, duhet hetohet. Sepse nxjerrja sepse janë 3 pushtete, sot kryeministi po ankohet se nuk po funksionon zvendës kryeministi, po këtë që nuk funksionon që ka vite, nuk po funksionon gjithë sistemi gjyqësor. Çfarë duhet themi? Prandaj duhet ngrit zëri me drejt që të ndërhyet aty ku është për ndërhyr, por para se dalin te ndërhyrja, duhet verifikohen njerëzit që do ndërhyjnë, jo ata që sohen këtë pikë. Dhe jo ata që kanë lidhje me sohen. Kush ka ikur padrejtisht? Kjo është fazë tjetër, por duhet të verifikohet paratë se ku kanë shku, rrogat që janë marrë, ta di populli shqiptar çfarë rrogash janë marrë. Se kanë ardhur janë horokop, e ke parasysh se çka kanë bërë? Kemi kolegët tanë me nga 20.000 euro janë zgjedhur deputet, kolegë s'mund t'i quaj se e di veten shumë më mirë, në fakt, më falni për mungesën e modestisë. Nëse mund të them diçka në vijim me ka një problem që është shumë pikant. Unë s'u ngarkoj do detyra, po ju them një gjë miqësisht. Të rish një 10 dosje konflikt pronësie. Nëse nuk e fitojnë 80% ata që e posedojnë pronën padrejtisht, unë të kam borxh kur thonë me këtë nivelimi? Po, sepse ai që mban pronën, ndaj atij që se ka, e konkuron me të gjitha mjetet. Ai e ka pronën, ai e përdor, ai e me qera, ai merr të ardhura, dhe ku shkojnë këto të ardhura që ai me probabilitet 100% e fiton? Po, këto të ardhura diku shkojnë. Duhet ta mojmë, shkojnë në tavolinë atje ku duhet shkojnë. Në përgjykata, në prokuria e gjykimit. Kështu që 10 dosje të ligjit. Nëse s'u del ky rezultat, këtë analizë kanë bërë një herë kur doli zoti Maja, nuk e di se për çfarë doli. Të studiosh horizontalisht, prandaj tham për të sigurinë horizontale, studiosh horizontalisht është tjetër gjë. Pastaj tysh thellësi dhe vertikalisht, kjo është tysh vertikalisht. Nuk e ndalon njëri ministrin e drejtësisë të tani është miq. Me thënë drejtën, ai sa e njoh, nuk kam përshtypje pozitive. Ose ish ministrin të rigjë 20 dosje të rastishme. Atje. Shikohet si ka vajtë. Ky fukaraj që se ka dhe ai duti që ka vjedhur, po e supozojmë ai duti. E qartë. Që e ka vjedhur. Kush e fiton? Dorë për dorë. Në çdo rast e fiton ai duti. Pa edhe një gjë tak. Lidh këtë gjë aty, çka ke institucione vetë. Ai Artur si e ka i LTK-s? Artur Metane. Metane. Ai s'do të ketë një ndihmës, ai duhet të ketë 200 ndihmës.
Po ndimsa, jo patronazhisti.com, e kupton? Është i LD-s? Po. Është ky që tha Të zgjidhur nga prokuroria. Dal gjumi. Po. Si ka dalë gjumi thënë. Si ka dalë patjetër se është rreth vicioz, KLG, KLP edhe mbyllet. Duhet të ketë ndimsa, duhet të ketë status veçantë të zgjedhur nga parlamenti, që të bjej tërmet në parlament ai të mos lëvizet, por ta meritoj këtë status. Dhe gjyqtarët të driten kur shkojnë atje. Kur shkojnë nga qytetarët, e specifikova siç thash. Jo kur shkojnë nga politikanët. Nga politikanët shumëzohen me koeficient 0.5. Ti ulet presion. Ti thënë bukur do driten nga qytetari. Dhe sa e bukur do ishte që drejtësia të kishte frikë nga e drejta që për qytetari, se sa qytetari dritet para drejtësisë. E kupton, qytetarit priten këmbët kur mendojnë që do shkojnë në gjyq për një çështje. Ndërkohë që duhet të ishte prokurori dhe gjyqtari që bëhemi përqetësuese, çfarë thua? Duhet të dridhej nga e drejta. Edhe kur denanconi dritet këmbët, se e sillen atë formë presioni që mund të ishte ta leja denancimin. Tash kemi gjuhë. Ku do shkojmë Karanxha? Ku do shkojmë? Çfarë do ndodhë? Ky është lajmi i mirë ky. Kjo ulëritja e këtij. Zotërisht. Lajmi i mirë dhe mund të them. Inshallah. Shqyr të paktën aleati jon perëndimor, një kongresmen i nderuar republikan, thotë të vërtetën. E përshëndesim. Janë të djallë në fakt, për zgjidhje radikale dhe drejtë. Kjo thotë të vërtetën dhe janë shumë tratë ata që e thonë, sepse ata që janë të lobuar, se është termi lobim. Ka pesh fjalë këtij? Pyetje, ka pesh fjalë këtij? Ka, besoj kongresmen, ëh? Sepse ishte se lidhin me Moderinin ju atë arrestimin e tij, po çfarë? Po të kemi parasysh, ishte edhe një ekspert tjetër që thatë njëjtën gjë, që në Shqipëri është shkatruar sistemi drejtësisë. Ishte edhe një ekspert, se është një komision kë. Po, foli dhe dikush tjetër, foli dhe dikush tjetër sot, po këtë pa ta. Një ekspert ligjor tha në Shqipëri është bërë masakër tha. Është shkatruar sistemi gjyqësor tha. Është shkel parimi pa anësista dhe janë bërë shumë dhe është problematike kjo punë, sepse të paanshme nuk kemi vetëm pa anësi politike, por shkel edhe qytetari. Pra qytetari e ka gjyqin e humbë. Që kur shkon aty, ka shku peshoja shtremet. Pra kyçekiçi këtu mbrapa i vit tjetë kot, se ka shku peshoja s'ken, s'bë më punë. Si e filmi me Marigon, ja ma liqi tha? Ja dhe liqi. Bravo. Pra kyçekiçi është kot andi, bie i koti sepse kur peshoja shtremet, këtu është alarm. Pra duhet bë alarm. Pra diçka Karanxha, mua keq më vjen po del fjala jote. Po ta kam thënë ti para. Jo, ti e ke thënë, po unë jam i detyruar për shkak të pozicionit tu që të bëj avokatin e djallit, ta kundërshtoj mendimin që ju të prodhoni një mendim që edhe përforcon shumë më fort mendimin tuaj, por jam i detyruar ta pranoj, sepse ka bërë reforma drejtësi ka bërë një punë mirë me SPAK dhe GJKO. Është një pesta e reformës drejtësi. Edhe pjesa tjetër na lë vend. Përdojmë shprehjen e Ramës, rrumpall.